Lavdi dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, përshëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vëllezër, jemi në pjesën e fundit. Kena hi veç në pjesën e fundit të agjerimit, si që e ndanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmetun, pjesa e parë dhe ditë që i parë është rahmet, wa awsatuhu maghfiratun, dhe ditë që i dytë është maghfiret falje, wa akhiruhu idhum minan niran, dhe fundi, dhe ditë që i fundit është lëshim nga zjarri i xhehenemit nga ana Allahu të lëshon lirim nga zjarri i xhehenemit. Pra sipas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohim se nata e Kadrit duhet kërkuar normal në të gjithë Ramazanin. Edhe prandaj Allahu xhaleshanu e ka bë të fshehur atë, por brenda Ramazanit me siguri është ajo natë. Prandaj edhe pasi që ka tregu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu xhaleshanu se në cilën natë është fiks, del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do tregoje ato janë zonë. Grinden disa. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mu ngrit nga mendja se kur më tha Allahu xhaleshanu. Gjibrili kur më tha se cilën ditë është nata e Kadrit. Pra, çdo herë grindjet, përçarjet, sjellin ato pasoja negative. Para mendon si kur për shembull mos kishte ndodhur gjë të tregonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por çështu ka qenë kaderi Allahu xhaleshanu që mos tregohet. Mos tregohet, pa të marrë mësim muslimanët se nuk duhet përçahen mes vete. Kuptohet, familja nuk duhet përçahet, fisi nuk duhet përçahet, shoqëritë e ndryshme nuk duhet të përçahen, organizatat e ndryshme nuk duhet të përçahen, pra krejt duhet të jenë sa më afër. Pra jena në 10 ditën e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si u tha atëherë, më është ngritur. Por iltemesuha, ju kërkonja atë në 10 ditën e fundit. Mund të gjeni 100%, jo, po ndoshta mund të ese. Pra nuk e ka prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me të vërtet, domethënë është 10 ditë e fundit. Ekziston mundësia që ajo të jesë edhe më para, sepse dietarët tregojnë, thot, nata e Kadrit lëvizën brenda netëve të Ramazanit, muajit Ramazan. Prandaj thot që kërkonja atë në kitë Ramazanin. Nëse e kërkonin kitë Ramazanin dhe jeni aktiv në kitë Ramazanin, atëherë ju e keni mbrit atë që thot Allahu xhaleshanuhu, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Do më thonë me e vlefshme se një jetë e gjatë 80 kusur vite, 84 vite. Pra, këtë mund të fitojmë ne, nëse përpiqena, edhe nëse jena përpjek kuptohet, edhe prandaj, shpesh para se me hinë e muajnë Ramazanit, kina bisedu, kina tregu për atë se tash vin një kapital nga ana Allahu xhaleshanuhu, atë e ka zgjedh ta lëshojë Allahu xhaleshanuhu
në muajin e agjerimit, thot një dietar, nuk vlen vlefshmëria e kësaj nate, nuk vjen nga ajo se, do më thonë, 27 për shembull, apo nga ajo se në muajin e Ramazanit, po ajo që e ka vlerën muaj Ramazanit dhe vlerën natë e kadrit e ka prej asaj se Allahu xhaleshanuhu në atë natë shfaq, do më thonë, rahmetin e ti, magfiretin e ti, faljen e ti ndaj robërve, dhe ka bo atë natë të jetë festival. Para mendoni, vinë me laqët, zbresen me laqët, edhe na vizitojnë. Po ashtu edhe me laqë o rruh, po ashtu edhe Gjibrili, më një kuptim, më thënë ashtu edhe Gjibrili vinë. Pra, me fjalë tjera, disa djetarë thonë se Allahu xhaleshanu ka bërë kështu që të tregoje me laqeve se kur Allahu xhaleshanu ka vendos që ta krijoje njeriun, ato kanë thonë, apo e krijon një krijesë e cila do të bëjë fesat. Allahu xhaleshanu çka ka thonë? Ka thonë inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e dija që ju nuk e dini. Ja oj me laqet e mia, e jani në këtë natën e kadrit ku nuk e dim 100% cëllë, po brenda Ramazanit është, e janë edhe shifni se që ka bojnë ata. Por për fatë të ketë, si që përmena javën e kalume, jo ato të vëjnë edhe të nashohën në gjumë neve. Në gjumë. Më thanë, shansat më të doja, janë që tjetë dhe ditë që e fundit, pra mundohena dhe të përpiqena që në çdo moment të kërkojmë. Në çdo moment të mbushim me ibadet. Kur themi ibadet, nuk do të thotë patjetër vetëm të falësh, apo vetëm të lexosh Kur'an, apo vetëm të bësh dhikr, po ibadet është edhe nëse i kërkosh fukarat ku janë, ti ushqesh ata, të ndihmosh, apo studentët i kërkon të cilët janë meritor për një gjë të tillë, edhe u ndihmosh. Apo forma të ndryshme tjera, do të thonë, përpiqesh, e mbushish me lloj-lloj ibadete këtë muaj të bekuar, edhe atëherë me siguri arrin sevapin që nuk mund të arrish, do të thonë, asnjëherë jashtë muajit Ramazanit. Pra inshallah Allahu subhanahu نبفت تطيل ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز المنان.